Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Hamdi, adhurimi janë për Zotin xhallashanuhu, atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përpos Allahut një, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe dërguari i tij i fundit. Vllazëni, jemi në vazhdimsinë e ligjëratave. Dietarët e fesë thonë respekti i diturisë i ngritet vlera e tij në bazë të asaj që mëson. E derisa jemi duke i marrë këto mësime të besimit, kanë vlerë jashtëzakonisht më të madhe se mësimet e hadithit apo të fikut apo të historisë islame. Për arsye që janë mësime që kanë bënë me të adhuruarin ton Allahun xhallashanuhu. Pra rëndësia e këtyre mësimeve është e dobishme, e nevojshme, e domosdoshme për njerëzimin, pasi Allahu kur dërgonte profet, obligimin e parë të cilën Allahu i ngarkonte ata ishte që t'i thërrasin njerëzit që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përpos Allahut një. Autorin Zoti shpërblet thotë, kështu kushdo që një prej këtyre adhurimeve apo të tjerave ja kushton dikujt tjetër veç Allahut, ai është mushrik, idhujtar, poletist, kafir, mohues. Allahu thotë, kushdo që në vend apo krahas të Allahut lut ndonjë zot tjetër duke mos pasur kurfar prove për këtë, le të di se vetëm te Zoti i tij do të jap llogari. Vërtet që për mohuesit nuk do të ketë shpëtim. Al-Mu'minun, ajetin 117. Në hadith lexojmë lutja, duaja është thelbi i adhurimit. Po ashtu edhe ky varg kuranor ka të bëjë me këtë çështje. Zoti juaj ka thënë, "Mu lutni që t'ju përgjigjem. Ata që i shmangën adhurimin ndaj meje nga mendjemasia do të hyjnë në xhehenem të poshtruar." Pastaj autori i cek shumë çështje, vepra që njerëzit i bajnë dhe cek argumente nga Kurani dhe hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur thot prova se frika është adhurim. Prova se frika është adhurim është ky ajet. Mos u friksoni prej tyre, por friksoni vetëm prej meje, nëse jeni besimtar. Pastaj thot prova se shpresa është adhurim. E cek ajetin tjetër, kështu kush shpreson takimin me Zotin e vet, le të bëjë veprat e mira dhe të mos i shoqërojë askënd në adhurim Zotit e vet. El-Kahf ajeti 110. Pastaj prova se tevekuli është adhurim është ky ajet. Vetëm te Allahu mbështetuni. Tevekuli është më mbështet për dikon. Vetëm te Allahu mbështetuni nëse jeni besimtar. Kush i mbështet Allahut vërtet që ai do t'i mjaftoj. Prova se dëshira për shpërblim, druajtja dhe për ulje në adhurim, e cek ajetin tjetër. Pastaj për frikë, pastaj te kthim i penduar te Allahu xhaleshanu dhe disa lloje tjera të adhurimeve që lutim Zotin xhaleshanuhu, të i shpjegojmë nëse kemi mundësi të gjitha pa u zgjeruar në ligjëratën e ardhshme. Autori në pjesën e parë, kushdo që në vend të Allahut adhuron ndonjë zot tjetër, duke mos pas kurfar prova për këtë, le ta di se vetëm te Zoti i tij do të jap llogari, vërtet që për mohuesit nuk do të ketë shpëtim. Dietarët e fesë janë mundu me shpjegu që më të vërtet njeriu kur jeton, vepron, punon, e njëson Zotin xhaleshanuhu, do të mundohet dhe të ketë kujdes në adhurimin e tij, në veprimin e tij, që mos ta shkatron besimin e tij. Dhe ne me lejen e Zotit do i shohim disa gjëra që me të vërtet nga mosdija e disa njerëzve të cilët falen gjatë ditës dhe natës, bin në këto gabime pa e ditur se ata kanë ra në këto gabime. Dhe kjo pjesë ka lidhje me ato që thamë më parë në gjatë të kaluara, se adhurimi është një e drejtë e Allahut. Adhurimi është një e drejtë e Allahut xhaleshanu. Dhe se çdo i adhuruar tjetër përpos tij adhurohet padrejtësisht dhe konsiderohet kotësi, padrejtësi, tejkalim, dhunim dhe shkelje. Vetëm Allahu e meriton adhurimin. Autori pasi theksoi disa lloje adhurimesh,
frika, shpresa, e të tjera të vekuli, të cilat mund të kryhen me gjuhë, me zemër dhe gjymtyr. Thot, kështu kushdo që një prej këtyre adhurimeve ja kushton dikujt tjetër veç Allahut, ai është mushrik idhujtar, qafir, mohues. Si argument këtë kemi fjalën e Allahu xhaleshanuhu, dhe kushdo që në vend apo krahas të Allahut i lutet, adhuron ndonjë zot tjetër duke mos pasur kurrfar provë për këtë, le ta di se vetëm te Zoti i tij do të jap llogari, vërtet që për mohuesit nuk do të ketë shpërblim, nuk do të ketë shpëtim. El Mu'minun 117. Pra kushdo që i drejtohet me një adhurim dikujt tjetër veç Allahut, ai është mushrik. Asnjë nuk është lehtë me i thonë dikuj që të fjalë. Mirë po, ai e meriton këtë emërtim. E ne sa shohim njerëz që i drejtojnë lutjet e tyre përpos Zotit xhaleshanu. Këtu bëhet fjalë për shirkun e madh, i cili e përjashton njeriu prej fesë. Në fakt shirku nënkupton të konsiderosh dikë tjetër si të barabartë me Allahun për sa i takon meritës së adhurimit. Zoti xhaleshanu flet qartë ku thot: "Prandaj mos merrni me vetdije zota të barabartë me Allahun." Prandaj mos merrni me vetdije zota të barabartë me Allahun. Al-Baqara 22. Zota të barabartë do thotë të konsiderosh dikë tjetër si të barabartë me Allahun për sa i përket meritës së adhurimit. Nëse përmes fjalëve ose veprave barazojmë dikë me Allahun, një gjë e tillë konsiderohet shirk. Kështu të gjitha këto adhurime dhe të tjera si këto, të cilat përfshin termin ibade, adhurim, nëse i drejtohen dikujt tjetër veç Allahut, përbën shirk të madh dhe përjashtojnë njeriu nga feja. Pra, një i tillë konsiderohet idhujtar ose kafir. Kufri në këtë rast mund të jetë i dukshëm ose i dukshëm dhe i fshehtë njëkohësisht. Këtë autor e ka argumentuar me fjalët e Allahut xhaleshanu, dhe kushdo që në vend apo krahas të Allahut i lutet ndonjë zot tjetër duke mos pasur kurrfar provë për këtë. Pjesa duke mos pasur kurrfar provë për këtë tregon për të vërtetën e adhurimit të dikujt tjetër në vend të Allahut. Dhe kushdo që në vend apo krahas Allahut i lutet, adhuron ndonjë zot tjetër, pra kemi një zot tjetër ku adhuruesin e tij e karakterizon mungesa e argumentit për atë që bën. Lutjen që i kushton dikujt tjetër e bën me padije dhe padrejtësisht. Përsi pjesa, duke mos pasur kurrfar provë për këtë, tregon se çdo adhurim që i kushtohet dikujt tjetër në vend të Allahut, për të nuk ka kurrfar provë dëshmie. Pra, cilin do zot që mund të adhuroj dikush në vend të Allahut, për këtë nuk ka prova. Prova sa adhurimi dikujt tjetër në vend të Allahut është kufër, është pikërisht i njëjti varg kuranor. Vërtet që për mohuesit nuk do të ketë shpëtim. Kjo është prova se adhurimi dikujt tjetër në vend të Allahut është shirk, duke qenë se adhuron dikë tjetër për krah Allahut, nga ana tjetër është edhe kufër, sepse Allah thotë vërtet që për mohuesit kafirun nuk do të ketë shpëtim. Autori mundu dhe komentuesit e librës janë munduar me sqaru për ata njerëz të cilët i kanë ngrit, i kanë barazu, ku kemi prej njerëz që kanë ekstremitet edhe më të mëdhaj, kur mendojnë për disa persona gjatë historisë njerëzimit, kohës sonë apo edhe më hershëm, që kanë pozitë, vlerë, mundësi edhe më të madhe se Zoti xhaleshanu. Mirë për shumica e njerëzve, të cilët i bëjnë kufër Zotit xhaleshanu, i bëjnë duke i ngrit persona të caktuar, njerëz të caktuar, në vendet e caktuar, në pozitën e barabartë me Zotin xhaleshanu. Edhe kërkesat të cilat ata i ja drejtojnë atyre, janë kërkesa që nuk i drejtohen vetëm së të madhit Zot xhaleshanu. Dhe nëse ne polemizojmë me ta, ndëgjojmë mendime të ndryshme nga ana e tyre, prej tyre i ndëgjojmë ato të cilat i kanë dëgjuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga gjuhët e idhujtarëve të kohës së tij, kur kanë thënë dhe na thojnë, neve si therrës, hoxhallar, kur ne i këshillojmë
këta i morim ndërmjetës mes neve dhe Zotit, që këta të na afrojnë të Zoti, apo këta të na i përcjellin lutjet tona të Zotit. Dhe Zoti ka thonë, lutmoni unë ju përgjigjem. Dërsa në rast të caktuar kemi njerëz të tjerë, të cilët kur ata kanë nevojë për diçka, i drejtohen duke menduar, besuar që këta e kanë pozitën, mundësinë të cilën e ka Zoti xhallashanuhu. Dhe drejtohen atyre për shëndet, për bereqet, për fëmijë, për martesë, për jetë, për vdekje. Sot disa i kemi ndëgjuar dhe i keni ndëgjuar se mos t'i shkon filan varri, filan personi i vdekur, gruaja, reja, motra nuk pat mundësi me mbetur shtatzën dhe me lindur fëmijë. Mirë po ne kur e prem kurbanin këtë apo e prem atë, na dhuroj i vdekuri këtë fëmijë apo atë fëmijë. E pa dyshim që njerëzve ka nevojë t'i spjegohet më të madhe se kjo të se njeri duke vepru, është padrejësia më e madhe që njeriu ja ka bërë vetvetes së tij, dhe kryersi i kësaj vepre e ka kryer me bindje dhe nuk arsyetohet ignoranca te ky person, që ta arsytojmë në ditën e gjykimit dhe thojmë, është nga ato gabimet të cilat Allahu i ia fal ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është gabim i cili arsyetohet ditën e gjykimit. Nuk ka mundësi me thonë, o Zot, në ditën e gjykimit, unë nuk e kam ditur se ti e ke ndaluar këtë adhurim. O Zot, unë nuk e kam ditur se ti nuk i pas nevojë për ndërmjetësim. Na ka devijuar ky apo na ka devijuar ata. Për atë, për me kuptu më mirë, për veprat të cilat njerëzit i bojnë, do të me ditë se çka është shirku dhe llojet e tina. Shirku ndahet në disa lloje. Nisu nga këndvështrimet e tyre, me raste dietarë të quajnë shirk i dukshëm dhe shirk i fshehtë. Shirk i madh dhe shirk i vogël. Shirku i madh, shirku i vogël dhe shirku i fshehtë. Këto ndarje janë të njohura ndër dietarët. Çdo ndarje bazohet në një këndvështrim të caktuar. Mirë, rezultati është i njëjtë. Pra, këto mospajtimi në rezultat i këndvështrimeve të ndryshme. Për shembull, disa dietarë ndajnë shirkun në shirk të dukshëm dhe shirk të fshehtë. Shirku i dukshëm mund të jetë i vogël, por edhe i madh. Një lloj shirku të dukshëm që mund ta vërejmë është, për shembull, një lloj shirku të dukshëm që mund ta vërejmë është, për shembull, therrja e qurbanit për dikë tjetër përveç Allahut, ose zotimi për dikë tjetër përveç Allahut. Ky është shirk i dukshëm që ne e shohim tek njerëzit kur njerëzit e veprojnë atë. Në ditët e caktuara, në vendet e caktuara. Ky është shirk i madh dhe shirk i dukshëm. Shirk i madh, për arsye që e ka bënë mëkat, i cili njeriu e nxjerr nga feja islame, dhe shirk i dukshëm për arsye që veprimin të cilën po e bën vepruesi ne po shohim dhe po përjetojmë në qoftë në mënyrë direkte, me sy ton apo në qoftë në mënyrë indirekte, në postimet të cilat i postojnë, sidomos në festin e Shënxergjit në qytetin dhe fshatrat tona. Po ashtu edhe kërkimi i ndihmës nga dikush tjetër përveç Allahut për diçka që nuk ka mundësi të ndihmojë dikush tjetër përveç tij, është shirk i madh dhe i dukshëm. Qëndrimi i njerëzve pranë tyrbeve, qytetit dhe fshatrat tona është shirk i madh dhe shirk i dukshëm që ne e shohim dhe përjetojmë. Besoni në qoftë se jeni duke ecur në këmbë dhe kaloni pranë këtyre vendeve, do i ndëgjon fjalët e atyre që i kërkojnë ndihmë të vdekurit me një dashuri për ulësi, bindje që ndoshta një pjesë e besimtarëve nuk e kanë për Zotin xhallashanuhu në sejdën e tyre, apo me sezonit e ikametit kur pranohet lutja, apo kur bën shi, apo gjatë agjërimit të tyre. Është e bindur, dhe është e nështrum, dhe është e përulur me kokat e përulura, duke e drejtu të vdekurit, dhe duke kërkuar prej tij atë që nuk i kërkohet askujt tjetër përpos Allahut xhallashanuhu. Do thotë ky është edhe shirk i madh, edhe shirk i dukshëm që ne e dëgjojmë,
e përjetojmë në ditët dhe muajt dhe vitet në qytetin tonë. Edhe betimi për dikë tjetër përveç Allahut është shirk i dukshëm. Por është shirk i vogël, ky është shirku i dukshëm. Ne sa herë njerëz nuk e dinë, besonin Zotin, aq shumë betohen njerëzit në evlat, në prind, në nimete, në ujë, pasha qit nimet, pasha qit buk, pasha qit ujë, pasha ty, pasha ato, pasha këto, do të thotë ky është shirk i vogël dhe i dukshëm. Edhe shirku i fshehtë mund të jetë i madh, si për shembull shirku i hipokritëve munafikinëve. Shirku i tyre ka qenë i fshehtë, sepse nuk e shfaqin atë të cilën e kishin në zemrat e tyre. Ata shfaqin Islamin, mirë po tauhidi dhe shirku që kanë në zemrat e tyre konsiderohen të fshehta, nga se nuk e shfaqin para botës. Ky është shirk i fshehtë, por konsiderohet shirk i madh. Shirk i fshehtë, por konsiderohet shirk i madh. Vllazërinë e kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhaleshon po dërgon Xhibrilin dhe po i thot: "Para mendoni çfarë lajmi? Filoni është munafik." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po e thirr Hudhaifen radhiyallahu anhu dhe po i thot: Filoni, nga njerëzit e cilët e kanë shfaqur besimin e tyre, janë munafikin. Ajo që është interesant, mes munafikave të kohët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe besimtarëve të kohët tonë është jashtëzakonisht e çuditshme. Në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vllazëri munafikinët janë fal namaz në xhami me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam më shumë sa falën sot besimtarët në xhami me neve. A dini se Allahu xhaleshanuhu kallzon për ta që namazin kur e falin për mu pa njerëz që mos më zbulu që ata janë pa besimtar. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namazi më i rëndë për munafiqin ka qenë namazi i sabahut në errësi dhe namazi i yasis në errësi. Pse? Për arsye që ata janë fal për sy e faqësi. E kur janë shku me fal sabahun e yasin si kanë po. Do thot mundi po i shkon dëm. Pra të ka thënë pejgamberi, "Athqalu s-salat ala al-munafiqin." Namazi më i rëndë për munafiqinët, hipokritët, është namazi i mëngjesit, i sabahut dhe namazi i yasis. Do thot për arsye që ata e kanë shfaqë të kundërtën e asaj të cilët e kanë pas në zemrat e tyre. Edhe pse kanë pas të fshehtë, shirku, idhujtaria e tyre ka qenë e madhe, për arsye që Allah xhaleshon ka thonë inel munafiqina fi darki asfali minan nar. Me të vërtetë munafiqinët, hipokritët janë në atë thellësinë më të ulët të zjarrit të xhenemit. Kemi edhe një lloj tjetër të shirkut të fshehtë, i cili është i vogël, si për shembull syefaqësia e pjesshme ose e kufizuar. Vllazni, nëse dyftësia është e plot, atëherë konsiderohet shirk i madh, e barabartë me munafiqinët. Njësoj si shirku i hipokritëve, të cilët e shfaqin Islamin ndërsa në zemër mbajnë të kundërtën e tij. Ndërsa nëse syefaqësia është e lehtë, si për shembull kryerja një adhurimi për të dukur para njerëzve, në këtë rast, nëse syefaqësia është e pjesme ose kufizuar, atëherë ajo konsiderohet shirk i vogël dhe i fshehtë. Shirk i vogël dhe i fshehtë. Cila është përfundimi i asaj vepre? Përfundimi i asaj vepre që nuk pranohet. Për arsye që ai në atë kryen e asaj veprës ka nxjerr me dhon sadaka nga xhepi i tij. Ka mujt me nxjerr atë sadak 100 herë shembull ta marr me vendos në për vende ku të bëhen ndihma për mirëmbajtjen e xhamive. Mirë po, shejtani e ka mujt dhe ka qef me nxjerr parët ku shohin që filoni po qet. Shembull. E dyta, më prish njeti me kthy iftarin në Ramazan. E treta, me kap me shkep ndihma rreth familjarëve të vet apo rreth lagjës vet ku jeton. Zainul Abidini, i cili ka qenë prej trashëgimtarët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nipi i Aliut radhiyallahu anhu, askush nuk e ka ditur gjatë tërë jetës së tij se ka qenë ai i cili i ka vendosur thos të ushqimit pranë dyrëve të nevojtarëve. Kur është zbulu që ka qenë ai pas vdekjes së tij. Kur ja kanë hek rrobat për me la, e kanë vrejt në shpinën e tina gjurmët që i ka shkaktu thos që i ka bojtur natën për mi shpendot nevojlive.
Argumenti po. Argumenti i dytë, pas vdekjes së tij, njerëzit nuk kanë gjetë thasë të dyrt të shtëpive të tyre. Do çdo dy kanë qenë argumente se ky njeri gjatë tërë jetës së tina e ka mshef veprën e tina. Pra, nuk është i lehtë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith thot, me të vërtetë thot, më shumë ti, që kom frikë për umetin tim, është shirku i fshet. Është shirkul khafi. Pse? Se njeriu i përzihet njeti, i hin njeti i keq në kryen e veprës së tina dhe shkatron veprën pa ditë. Pa ditë. Edhe cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për rastet që hin njeti i keq në kryen e veprës të ngritet njeriu me fal namazin. Është vetëm xhami. Edhe i nderën, sidomos të dyrt e sotit që bën e ka një zonë. Ajo kon të falë normal, për Allahun xhaleshano. Hin. Fillon me zbukru, thot pejgamberi sa namaz. Do të kaloj prej një namazit për Zotin xhaleshano në një namaz për personin i cili ka hin. Për rastet që i tregojnë që me të vërtet njeriu mundet me hy njeti i keq në veprën e tina, personi i cili është dallu një kohë prej kohëve për namazin e bukur të cilën e ka falë, për leximin e gjatë Kuranit të cilën e ka bërë. Dhe po i ndëgjon dy vetë duke livdu dhe fjalët e tyre arritit te ai. Po vjen po falet, po lexon Kur'an dhe me i tregu atyve, thot bile dhe i nushëm jam. Do thot se jo dok pakin ka livdojnë, edhe po i tregon bile dhe i nushëm jam. Dhe më ka xheroj. E më të vërtet, njeriu duhet më mundu me i rujt veprat e tina. Disa dietar janë të mendimit se shirku ndahet në dy lloje. Shirk i madh dhe shirk i vogël. Shirku i madh mund të jetë i dukshëm dhe i fshehtë. Shirku i vogël gjithashtu mund të jetë i dukshëm dhe i fshehtë. Edhe më e qartë do të ishte që shirku të ndahen në tri lloje. Në një shirku i fshehtë, si për shembull syfasia e lehtë e pjesme. Shirku i vogël si për shembull betimi në dikë tjetër përveç Allahut, varrja e hajmelive nga Kurani me dov e tjera. Shirku më si fjala vjen kurbani që theret për dikë tjetër. Zotimi në emër të dikujt tjetër, kërkimi i shpëtimit nga dikush tjetër, lutja që i drejtohet dikujt tjetër përveç Allahut. Këtë ndarje mund t'i hasësh të dietarët dhe të gjitha të çojnë drejt një rezultati. Këtë ndarje barazohen në pikpamje të ndryshme, por të gjitha bashkohen në përkufizimin dhe përfundimin e tyre. Kështu, kushdo që një prej këtyre adhurimeve apo të tjera ja kushton dikujt tjetër përveç Allahut, ai është mushrik, idhujtar, polites, qafir. Këto autori ka për qëllim shirkun e madh i cili përjashton njeriu nga feja. Këto autori ka për qëllim shirkun e madh i cili përjashton njeriu nga feja islame. Por çdo gjë që njihet si adhurim, nëse i drejtohet dikujt tjetër veç Allahut, konsiderohet kufër, si fjala vjen. Thirrja e të vdekur për ndim, apo thirrja e dikujt që nuk është i pranishëm. Frika e fshehtë, thërrja qurbanit në emër të dikujt tjetër, zotimi, kërkimi i shpëtimit nga të vdekurit dhe kërkesat e ndryshme, si kërkimi i ndihmës dhe të tjera të kësaj natyre, apo disa vepra të zemrës si kërkimi i mbrojtjes. Pra të gjitha këto adhurime, disa prej të cilat konsiderohen adhurime të zemrës dhe disa të gjymtyrve, nëse i kushtohen dikujt tjetër veç Allahut, llogariten si udhëtari, gjë që përjashton njeriu nga feja. Kushdo që në vend apo krahas të Allahut i lutet, adhuron një zot tjetër, me parë të theksuam se kur sipas Kuranit lutja ndahet në dy lloje. Dual mesela dhe dual ibade. Nëse nuk kemi diçka që përkësakton se për cilën prej tyre bëhet fjalë, atëherë teksti interpretohet sipas të dyja kuptimeve. Ne vëmë maftohet thotë në hadith lexojmë lutja është thelbi i adhurimit. Shpirti i adhurimit, pikërisht siç është përcjellur në hadith tjetër autentik, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë ad-dua huwa al-ibada, lutja është adhurim. Allahu thotë Zoti juaj ka thënë mu lutni që t'ju përgjigjem. Ne vëmë autori Allah shpërblet ka shpjeguar argumentet që provojnë se këto se këto vepra si frika, shpresa, përulja, mbështetja janë adhurime.
Sikur dikush të shtonte këtë pyetje, cili është argumenti se nëse këto adhurimi kushton dikujt tjetër, kjo përben kufër, autori fillon të radhis argumentet të cilat, për sa i përket kësaj çështje janë dy llojesh. Sjellja e argumenti, përmes të cilit provohet se kjo apo ajo çështje është adhurim. Për shembull, vërtetimi se frika ose shpresa janë prej adhurimeve. Kur kjo vërtetohet, atëherë argumentohet me argumentet e përgjithshme të cituar më parë. Me të vërtetë, xhamit janë kushtuar vetëm Allahut, prandaj mos i bëni lutje askujt tjetër, vetëm Allahut xhaleshano. Lutja, doja është vetë adhurimi. Lutja është thelbi i adhurimit. Ose vargu tjetër, ata që shmon nga adhurimi ndaj meje, nga mendjemasia do të hyjnë në xhehenem të poshtruar. Pra lloji i parë përbëhet prej dy elementesh. Së pari, sillet një argument, përmes të cilit argumentohet se filan çështja është adhurim. Vërtetohet fjala vjen se frika ose shpresa janë adhurime. E kur argumenti dhe argumentimi është i drejtë dhe provon se filan çështja është adhurim, atë argumentohet me argumente të përgjithshme se ai që i kushton një adhurim dikujt tjetër veç Allahut është idhujtar. Në dy, argumenti specifik. Për çdo lloj adhurimi sjellim një argument të posaçëm, përmes të cilit provojmë se ti kushtohet një adhurim dikujt tjetër veç Allahut është shirk. Dhe se është detyrë që me atë adhurim të veçohet vetëm Allahu xhaleshano. Kur kemi të bëjmë me nivelet e argumentimit, nxënësi i dijes duhet të di se llojshmëria e argumenteve që paraqesim kundër udhëheqësve, atyre që adhurojnë varre dhe kështu me radhë, e forcon argumentimin. Domethënë argumentimi bëhet në forma të ndryshme. Me raste sjellim argumente të përmbledhura, me raste argumente të detajuara, me raste argumente të përgjithshme, ose argumente të posaçme. Në mënyrë që të mos mendohet se për çështjen e fjalë kemi vetëm një argument, i cili mund të kundërshtohet duke u bazuar të kuptuarit të domethënies. Kështu nëse argumentimin e bëjmë në disa forma, atëherë prova është më e qëndrueshme dhe më e qartë. Autori i këtij libri dhe komentues të saj janë mundu me sjell kur kanë folë një fjalë ajete të përgjithshme dhe ajete të përveshme, hadithe të përgjithshme dhe hadithe të përveshme dhe hadithe specifike dhe ajete specifike që atë të cilën po i thrasim njerëzit, po i mësojmë njerëzit, janë të argumentuara në Kur'an dhe janë të argumentuara në fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin xhaleshanahu që në gjatën e ardhshme me lejen e Zotit dhe me emrat e tij të bukura dhe cilësitë e tij të larta, që të mundohem të shpjegojmë të gjitha ato veprime, vepra, qofshin të dukshme, qofshin të shfaqura, të hapura, të cilat i bëjnë njerëzit, duhet t'i bëjnë vetëm për Zotin xhaleshanu dhe nëse i veprojnë për dikën tjetër, ta kuptojnë se kanë bërë mëkate sipas niyetit, qëllimeve të tyre, dhe qëllimi kryesor jonë është që të njësohet Zoti dhe mos të mohohet ai. Të fitojmë dashurinë e Zotit dhe mos ta fitojmë hidhrimin e Tij. Dhe pasi ti mësojmë të gjitha këto argumente, ti përkujtojmë të tjerët që me të vërtet çdo vepër e cila kryhet për dikën tjetër, përpos për Zotin xhaleshanahu, është vepër shkatruese për personin në fjalë, dhe nëse personi në fjalë është edhe thirrës i të tjerëve në besimin, veprimin e veprave të tina, padyshim është nga ata njerëz që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thirrësa të cilët thërrasin për zjarrin e xhehenemit. Elusim Zotin xhaleshanu xhel xhelaluhu që të gjithë së bashku të jemi nga ata thirrësa të cilët e ndjekin traditën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe thirrin për xhenet. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.